Erlin, faleminderit që pranuat ftesën për intervistë. Ishte kënaqësi. Të lutem mos më anko pse nuk kam ftuar më përpara si te Fevziu se unë vetëm një muaj kam që po e bëj emisionin. Raporti im televiziv me le të themi gazetarët e oligarkisë ekonomike dhe televizive është i veçantë. Kështu ankesa mbetet vetëm aty. Po nisim me pyetjet. Si ka qenë familja juaj? Familja ime ka qenë, kam përshtypjen shumë e ngjashme me të gjithë fëmijët e brezit tim të paktën në Tiranë, po besoj edhe vërtetë për Shqipëri. Një fëmijëri e nisur në mes të viteve 80, pak kur unë filloj dhe bëhem i vetëdijshëm, se kujtime nga mosha 1 vjeçare nuk kam. Jam rritur në një Tiranë shumë të thjeshtë, me hapësira publike, gjithnjë më të varfër për sa i përket konsumit të mirave materiale, mirë po si fëmijë me goxha solidaritet me shoqë që luanin gjithë ditën. Unë bëj një krahasim midis fëmijërisë time dhe fëmijëve të mi tani. Aso kohë ne na bërtisnin prindërit që të futeshim në shtëpi, se gjithë ditën rrinim në rrugë. Sot ne u bërtasin fëmijëve që dalin nga shtëpia dhe mos rri gjithkohës mbyllur përpara televizorit apo një aparati teknologjik. Sigurisht që Tirana aso kohëshme ka qenë një qytet shumë ndryshe nga Tirana e sotme. Gjithnjë më pak gjurmë të asaj Tirane gjenden për shkak të ndërtimeve pa kriter, zaptimit të fushave, të trojeve publike, shkatrimit të hapësirave sportive. Jo prapë se prapë arrit gjej tek këtu gjurmë të Tiranës dikushme dhe sigurisht edhe të fëmijërisë time. A ke refuzuar të luash me lodra në kopësht duke menduar se është shfrytëzuar klasa punëtore për të prodhuar? Nuk kam pas vetdije klasore dhe politike as në kopësht, as në shkollë. Kam filluar të mendoj çik politikisht kur kam qenë gjimnazist, po në mënyrë tërësisht të përcipt. Kështu që në këtë sens nuk është dashur të mendoj për punëtorinë, vetëm se një nga kujtimet e mia të shkollës 8 vjeçare, unë kam bërë shkollën tek ajo që diku quhej Konferenca e Labinotit dhe pastaj Osman Byderizi, mbaj mend një djalë të ri që shiste fara lule dielli tek dera e shkollës dhe që e ndiqte me vrap një polic. Tjetë viti 90-91 dhe më saktë kishte filluar ndryshimet. Edhe për ironi të fatit, pastaj skena të tilla i kam parë dhe i rritur në rrugët e Tiranës, ku shitësit e vegjël persekutoheshin dhe vazhdojnë persekutohen. Cilët kanë qenë librat që ke lexuar në fëmijëri? Nuk besoj që e ke nisur me Marxin direkt. Jo, ndonse kanë qenë dy vëllime të veprave të përzgjedhura të Marxit dhe të Engelsit në bibliotekën e Timeti, mes shumë librave të tjerë sigurisht. Jo, madje më dukeshin libra shumë të komplikuar edhe me një gjuhë të ndryshme, se i mati kishte blerë që rini, kanë qenë botimet e 1158-ës, ku edhe gjuha standarde ishte ndryshe, ishte ky versioni i elbasanishtes, aso kohë dhe më duket diçka shumë e largët. Librat e mi, i pari fare nuk e mbaj mend, me thënë drejtën, libra për kalamaj, po libra që kam lexuar shumë kur kam qenë në fillore, edhe që më kanë lënë gjurmë deri sot, kanë qenë ky versioni për fëmijë i letërsisë vjetër greke. Ka qenë një Yanis Benekos që shkruante Eskilin në prozë, Euripidin në prozë, Sofokliu në prozë. Pra ngjarjet e trajtuara nga tragedianët grek, po edhe nga Homeri më herët, ishin përshtatur në prozë për fëmijë, edhe unë i lexoja me një frym, edhe kisha krijuar një botë timen imagjinare me këto perëndite shumëta që vepronin midis njerëzve. I lexoja, i rilexoja, frymëzohesha dhe në far kuptimi nuk kam hequr dorë asnjëherë, sepse edhe sot, sigurisht tashmë jo më versionin për fëmijë, e rishfletoj Iliadën apo tragedianët grek. Shokët e klasës i thërrisje shoku filan, shoqja filane apo direkt me emra? Në emra të shkurtuar. Shoku i më i ngushtë i fëmijërisë, që kemi qenë bashkë që në klasë të parë në banke deri në fund, quhej Eri, edhe sigurisht në emër të gjithëve. Në kohën tonë ishte kjo traditë që emrat zakonisht ishin më të gjatë, emrat në letër, edhe emrat që i thrisin njëri tjetrin ishin shkurtesë. Për mua shokët e mi të fëmijërisë gjithmonë thrisin Lindi. Po pastaj me rritjen gjithnjë më pak njerëz përveç familjarëve të ngushtë më thrasin si soi. Kështu që edhe unë, shokëve të mi, ku di unë, Ergysi i thoja Eri, Platorit i thoshta Tole, gjithta
Gjithë këto mënyra të komunikimit që krijonin edhe një lloj afërsie midis shokëve. Kur hyri Coca-Cola për herë të parë në Shqipëri, a refuzove ta provosh si produkt imperialist? Unë mbaj mend që përpara se ta shijoja Coca-Colën, e shikoja Coca-Colën. Një kushëri rajon që më duket se punonte diku tek Hotel Dajti, erdhi një herë nga fundi viteve 80 dhe na bëri një dhuratë të çmuar dhe ne vendosëm në vitrinë, aty në shtëpi që ishte një kanaçe bosh Coca-Cola. Kështu që mbaj mend që e vendosëm aty si gjë të rrallë, aso kohë e pinim aranxhata. Tani mua ajo aranxhata më ka lënë një shije të jashtëzakonshme. Nuk e kam riprovuar, edhe më është dukur gjithmonë shumë më e mirë se Coca-Cola që provova më pas. Mirë po me gjas janë këto keq perceptimet e një fëmije që apasionohet pas gjërave që shijon s'pari edhe pastaj nuk arrin të vlerësoj objektivisht tjerat. A ishte njohja me bashkëshortën rezultati një dashurie spontane apo një akt i ndërgjegjshëm kolektiv në kuadër të luftës kundër individualizmit burgjez? Unë me bashkëshortën time kam qenë shoqe, ishim klase në universitet. Edhe dashuria ka lindur sigurisht vetiu, pa e çarë kokën fare për politik, duke pas disa pasionet përbashkëta të letërsisë. Dhe unë sigurisht jam njohur dhe jam dashuruar në një kohë ku vetdijen politike nuk e kisha shumë të lartë. Ndonë se isha student i shkencës politike, pas o kohë politika më interesonte shumë më tepër si fushë studimi, sa si pasion për të transformuar gjëra. Si prind, a është më vështirë sot të edukosh fëmijët apo ka qenë më vështirë në brezin tonë për prindrit ta? Unë besoj që sot është më vështirë, sepse sot duhet edukosh fëmijët pa i kërcënuar. Dikur, kur mua më thoshin mos e bëj këtë ose bëj këtë, ndryshe do i themi babit, për mua ishte kërcënim serioz, ose edhe babit. Ti thua fëmijëve të mi sot, mos e bëj këtë gjë se do i themi babit, nuk të kuptoj, okej, ja dhe i the babit. Punë madhe. Çfarë do ndodh? Pra, ne nuk kemi mësuar të japim një dack fëmijëve, siç ka qenë jashtëzakonisht e përhapur në kohën tonë. Madje unë kam për zemër një humorist amerikan, George Carlin, mos gaboj, i cili thoshte për veten e vet që ne jemi brezi i fundit që ka pas frikë nga prindërit dhe brezi i parë që ka frikë nga fëmijët. Besoj është përshtatshme kjo edhe për brezin e prindërve të moshës time. Kush i mban parat në shtëpinë tuaj ju apo bashkëshortja? Kryesisht bashkëshortja ime, domethënë, unë thjesht mbaj parat për konsumin e përditshëm, ndonse me thënë drejtë gjithnjë më shumë më është dashur të bëj pazarin. Duhet ngarkohem shumë dhe kam më shumë forcë fizike. Me po ja plas buzën ti me shoqje se pas ajo më ka dhënë listën e gjërave për të blerë, u po thua se për çdo produkt e marr në telefon dhe them nga ky Lenor apo nga Lenor. Prap ke harruar në gjë pa marrë. Jo se harroj gjë pa marrë sepse ajo më çon në WhatsApp, por nganjëherë marr produktin e gabuar. Edhe pastaj duhet të ridalë dhe është e mundimshme. Sa kohë kalon me familjen një politikan i ri si ju? Javë e fundit po thuj se fare. Do të mund çohem herët mëngjes, nganjëherë para orës 7. I himi makinet thjesht që kemi edhe shkojmë anë këndë Shqipërisë edhe kthehem në mesnat. Po pa ta fat, arri para se të flenë fëmijët, një çerekore. Edhe kur arri zakonisht i me bim, thot tani hajde luajmë pak me top, futboll në shtëpi, imagjinori tani ora 10:30 kështu me radhë. Që është e sikletshme, po shumë pak, më këto kohë fushatës shumë pak, po gjithsesi kjo është e kuptueshme. Në kohë të tjera më normale përpiqem të kem sa më shumë kohë për fëmijët, sepse dua që përveç se prindi tyre të jem edhe një farë kuptimi shok i tyre. Njeri që bashkë bisedon, luan së bashku me fëmijët, edhe përpiqet i përcjell ca ide të mira. Sot në Shqipëri, a është më vështirë të krijosh një familje apo një parti? Është shumë e vështirë të krijosh një familje për shkak se që familja të shëndoshe duhen ca kushte materiale. E para e punës duhet pasur një shtëpi, ose duhet marrë një kredi. Dhe kjo po bëhet pothuajse e pamundur, madje është e pamundur, por çdo çift të shtresës së mesme e poshtë. Që thotë ja shumë i ndërmuese e çifteve të reja në shoqërinë tonë. Të marrë sot një shtëpi në zonën e Astirit ka shkuar metri katror 1400-1500 euro, që është me po flasi për një lagje periferike të Tiranës. Të formosh një parti të re si Lëvizja Bashkë është vërtet e vështirë, por kam përshtypjen që është disi më e përballueshme se sa të formosh një familje që plotëson, themi, kushtet minimale ose dinjitoze të jetesës.
Si u krijua Lëvizja Bashk? Lëvizja Bashk u gatua në 12 vjet para se të krijohej. Do të thënë ne kemi bërë 12 vite ose 11 vite, 9 muaj, 10 muaj aktivizëm intensiv nga viti 2011 deri në fund vitit 2022. Jemi marrë shumë me çështjen punëtore, me çështje studentëve, edhe përgjithësi çështje drejtësisë shoqërore, pafundësisht protesta, greva e kështu me radhë. Mirë po arritëm përfundimin nga fundi 2022-shit që na duhet hidhim një hap tjetër përpara. Pa e mohuar historinë tonë, po ta duhej edhe një dimension institucional. Se vinim re që qytetarët kishin nevojë edhe për një adresë elektorale. Pra përveç se të vinin protesta nëpër greva, të ngrinin zërin, të bënin presion institucioneve, kishin nevojë edhe për diçka që prodhon efekte imediate në termat përfaqësimit. Prandaj vendosëm ta themelojmë Lëvizjen Bashk si ishte aktivist të organizatës politike, edhe në këto 2 vjet e gjysmë kemi jetë goxha përpara. Cili është suksesi më i madh që ka arritur Lëvizja nëpërmjet protestave? Po të kufizoj bie fjala efektet e ligjit arsimit të lartë. Ne kemi protestuar shumë vite 2014, 2015, 2016, biles deri në 2018 kundër atij ligji, i cili është ende në fuqi, por efektet e tij financiare nuk janë zbatuar ende. Ai ligj ka pasur dhe ka në zemrën e vet financimin me para publike të universiteteve private dhe diçka e tillë ende nuk është vënë tërësisht në zbatim. Po ashtu, unë besoj se ne kemi kontribuar shumë në ngritjen e vetdijes qytetare për drejtat në punë, për minimumin jetik, për çështjen e pensioneve. Sigurisht që si në fillim lëvizje protesta, pastaj parti politike opozitare, ne nuk mund të krenohemi se kemi bërë ligje. Shumë edhe një iniciativë ligjore që kemi çuar në kuvend, si ajo e minimumit jetik, e mbështetur nga firmat e 21.000 qytetarëve dhe me shumë protesta shoqëruese, nuk ka prodhuar efekt sa Kuvendi i Shqipërisë ka refuzuar ta marrë në shqyrtim një projekt ligj të tillë. Prandaj ne duam të jemi pjesë e Kuvendit të Arsimit të Shqipërisë, në mënyrë që sotimet tona, aspiratat tona, të kemi mundësi t'i bëjmë ligje. Disa nga figurat që kanë protestuar me ju, sidomos në protestën e studentëve, nuk janë më në lëvizje. Pse janë larguar? Po secili për arsye të vet. Arsye personale, arsye të profesionale. Ne kemi një histori të gjatë si aktivist, llogaristi, 14 vjet. Në këto 14 vjet ka pas shumë njerëz vullnet mirë që janë afruar, pastaj janë larguar, një pjesë ka ikur larg jashtë Shqipërisë, sepse vendi ynë është bërë gjithnjë më pak i jetueshëm, sidomos për të rinjt, sidomos për ata që kërkojnë që përmes punës tyre edhe sipërmarrjes tyre të jetojnë me dinjitet. Kur dolën në rrogat të këto të patronazhistët që dolën, disa nga aktivistët e Lëvizjes Bashk doli që paguheshin nga një fondacion, cilit nuk më vjen emri tani, se unë jam keq me emra. Nuk është se ishin shuma të mëdha në këtë Shqipërinë ku flitet për miliona euro financime, lobime edhe nuk është se na bën përshtypje shuma, po nga që ju vetë keni ngritur kultin në një lëvizje të pakomprometuar, të donim të pyesim për këtë. Po, disa prej antarëve tanë shumë vite më parë kanë themeluar një institut studimor të quajtur Instituti për Kritikë dhe Emancipim Shoqëror, i cili kryesisht merret me studime ose me dhënien e ndihmës ligjore ndaj punëtorëve. Që hera herës ky institut ka të punësuar pak vetë, që janë edhe aktivistë tanë, dhe që kanë, edhe këtu kemi një pjesë të këtyre studimeve, mbështetësit nga pikpamja e donatorëve kanë qenë zakonisht institucione apo fondacione ndërkombëtare, jo Sorosi, këtë dua ta theksoj gjithmonë. Për shembull, ne kemi pas një partneritet, ose i keshim ka pas një partneritet me një federatë madhe për disa vite të punojësve të call centerit, sepse ata ishin veçanërisht interesuar që të studionim çështjen e drejtave në punë në call center dhe të ndihmonim nëse kishte vullnet punëtor të call centerit që të organizojë sindikata, kështu që vetë ekspertët e kësaj sindikate globale të quajtur Uni kanë ardhur në Shqipëri dhe kanë marrë në provim kandidat dhe kanë punësuar 2 vetë që do të çonin përpara për disa vite hulumtimin dhe nga ana tjetër ndihmën ndaj punëtorëve për tu organizuar. Diçka e tillë jo vetëm është e ligjshme, por është fund e krye e ndershme. Çdo njeri ka drejtën të jetojë përmes pagës vet, dhe kjo jo vetëm që nuk na komprometon, por besoj na bën krenar që punojmë shumë dhe pasi mbarojmë punën për cilën secili nga ne paguhet, edhe unë si pedagog për shembull, në Universitetin e Tiranës, bëjmë edhe shumë aktivizëm.
Kam parë një ditë duke pritur autobusin, se unë e kam fiksim të linjat e autobusëve. Vërtet nuk e përdor makinën apo lëviz me autobus për fituar zemrat e shtresës së varfër shoqërisë që udhëton me autobus, sepse kemi parë edhe kryetar bashkie që përdorin biçikletën ndërkohë që kanë Mercedesa të fundit. Sikur kishit më shumë fat me njëri tjetrin, do më shihnin jo sot, jo para një muaji, as para një viti, po 20 vjet rresht, paktën që kam filluar punë si pedagog në Universitetin e Tiranës, do të shikonit për ditë që do merrej autobusin, se zakonisht autobusin e Unazës, e marr aty te xhamia e re që është te ura e Lanës, sepse kam më kollaj për të shkuar në punë, dhe një gjë që e kam bërë për 20 vjet nuk kam se mos e bëj edhe tani në kohë fushate. Aty në shtëpi, ajo vetëm gjë që kam bërë, po bëj ndryshe këtë muaj është që po mbledh biletat, edhe mbas ca ditësh do them këto janë gjitha biletat e autobusit që kam përdorur gjatë kësaj fushate. Ky mund të quhet i vetmi instrumentalizim, sepse unë këtë gjë e bëj për ditë dhe unë e marr autobusin pa shoqërues që më fotografojnë, pa bërë skena. Bilet zakonisht edhe me kufje në vesh. Pra, jo për të bërë fushat. E përdor autobusin pavarësisht se kam një makinë thjesht, sepse ta mbash makinën sot në Tiranë është e tmerrshme. Do ngecësh në trafik, do vuash për parkim, do duhet harxhosh para për parkim aty ku shkonet, aty ku kthehesh. Te ajo lagje ku banoj unë, po gjete parkim për ta lënë makinën, duhet ndihesh me shumë fat, kështu që vetëm një emergjencë shumë e fortë duhet të shtyt ta marrësh edhe ta lëvizësh. Si pedagog, çfarë mund na thoni për nivelin e studentëve? Është më i mirë apo më i keq se sa 12 vjet më parë? Fatkeqësisht ajo që shoh unë është që mesatarisht bie interesi për shkollën. Studentët janë një lloj inteligjent, studentët janë një lloj me potenciale të mëdha, por kur bie interesi për shkollën, sigurisht që edhe përgatitja e studentëve nuk është më ajo e dikurshme. Pyetja që më shtroi është që pse bie ky interes. Dhe një nga përgjigjet e gjej është fakti që është krijuar tashmë bindja që me shkollë nuk çahet në jetë. Mbase mund të çahet në kuptimin e emigrimit, qoftë ti studion për ekonomi, për mjekësi, për infermieri, për inxhinieri elektronike, po hiq 2-3 deg të universiteteve, në çdo deg tjetër, po krijohet kjo bindje e tmerrshme, që nëpërmjet shkollës ti nuk çan dot. Atëherë shkolla në rastin më të mirë është një kuriozitet, por pastaj vjen e bëhet thjesht një barr apo një mënyrë për të kaluar kohën. Ku ndryshon një auditor me student nga një sallë me 140 deputet? Si dita me natën, tani të shohim cilët do zgjedh deputet populli shqiptar mbas 11 majit, po parlamentet e deri më sotshme ndoshta janë vendet me densin më të lartë maskarejve, besoj. 140 veta, aq maskarej nuk i gjen ndoshta as nëpër burgje, sepse edhe nëpër burgje ka fakir që kanë përfunduar aty për një krim të momentit ose nga që rrethana social-ekonomike jashtëzakonisht vështire kanë shtyrë det krimit, ndërkohë që parlamentet shqiptare deri më sot janë vërtet pika ku mblidhet më e keqja e shoqërisë shqiptare. Ndërkohë që auditori është krejt ndryshe. Një nga po themi kështu problemet më të mëdha që un kam me veten time është që kam frikë se populli do më zgjedh deputet, dhe duke më zgjedhur deputet, unë do duhet lë punën më të bukur në botë, që është ajo e pedagogut, për një arsye që është për te vetes time, që është kontributi që vendi ynë të bëhet shumë më i mirë nga ç'është kuptimi i organizimit shtetëror edhe të strukturës marrëdhënieve sociale-ekonomike. Para më nëse unë do ta shihja botën ngushtë nga pikpamja e kënaqësisë personale e vetë përmbushjes, ju siguroj që 1000 raste të kisha për të zgjedhur, dhe në 1000 raste do zgjidhja të isha pedagog përpara se deputet. Nga oligarkët që keni përmendur, ka tentuar ndonjëri t'ju kontaktoj, t'ju blej ose të negocioj me ju që të mos ta përmendni më? Asnjëherë, sepse kam përshtypjen që ne kemi krijuar këtë imazh që është e kot harxhosh fjalën me ne. Të tjerëve, mbasi u ka ndodhur, sepse e krijojnë këtë përshtypje, të njerëzve ndoshta çik oportunistë, janë gati të bëjnë kompromise. Ne kemi krijuar fizionomin ton edhe në opinionin publik, kështu që as oligark, as krerë partish të vjetra, as njerëz pranë tyre nuk kanë tentuar ndonjëherë të na kontaktojnë. Është e vërtet që mediat ju bllokojnë, nuk ju japin kohë televizive një lloj si partitë e tjera të reja? Është e vërtet, sepse kjo është e dokumentuar. Djem duket ka dalë një
hulumtim i faktoj Epik Al, edhe Lëvizja Bashkë dilte partia e fundit për sa i përket kohës mediatike. Rivalët tanë mes partive të reja kishin 4-5 fishin e kohës tonë televizive, ndonë se ne, nga pikpamja institucionale, jemi parti që jemi testuar në zgjedhjet e 2023-shit, po kjo është e kuptueshme. Biles unë çuditem edhe kaq pak kohë që na japin, pse na japin. Se duke qenë një parti antisistemore në kuptimin e oligarkisë dhe interesave të forta, ne shkelim kallo. Ai debat që nga pas para disa muajsh tek studia e Blendi Fevziut në Klan është treguesi i raportit midis lëvizjes së bashkë dhe oligarkisë ekonomike. Sigurisht unë nuk e planifikova atë debat, por ai debat nxorri në pad vërtetën për lëvizjen bashkë, vërtetën për televizione dhe për oligarkinë në Shqipëri. Pse zgjodhët që të ishit i dyti në listën e Tiranës, apo duhet ishte Redi Muçi i pari për shkak se ka dhe atin biznesmen dhe investitor në Shqipëri? Jati Redi Muçit është një kaqem sakse ka 10 vite që s'është më sipërmarrës, një sipërmarrës i nderuar, se ka qenë në sektorin e ndërtimit, të jetë modest. Unë zgjodha të mos isha i pari, por nuk zgjodha të isha i dyti. Dhe aq më pak nuk e vendosa unë kur do ishte i pari, i treti, i katërti apo i pesti. Unë zgjodha të mos isha i pari për të dhënë një shembull emancipues në politikën shqiptare. Për të thënë që është kryetari që duhet të jetë në shërbim të partisë dhe jo partia shërbim kryetarit, siç ndodh rëndom në Shqipëri. Unë vetë doja të isha më poshtë në atë listë, pikërisht që të shërbeja si gregar, që e tërheq partinë drejt një rezultati shumë të rëndësishëm. Mirë po, deri kaq më lejuan antarët e Këshillit Koordinues të Lëvizjes Bashkë, pavarësisht se kisha shumë kundërshtim për deklaratën time publike që s'dua të jem i pari, dhe më vendosën të dyti në listën e Tiranës, pastaj sigurisht me votim të fshehtë dhe pas shumë diskutimeve. Në vend të parë është zgjedhur Redi Muçi, në vend të tretë Bora Mema, në vend të katërt Jani Marka, në vend 5 Albina Ruko, në vend 6 Qani Shino e kështu me radhë, pastaj gjithë lista e deputetëve tanë për Tiranën dhe për gjitha qarqet. A keni bërë ndonjë përpjekje me gjitha partitë e reja që të bëheshit bashkë kundër PD-s dhe PS-s në këtë zgjedhje? Partive të mëdha? Jo, sepse i njohi mirë ata që quhen partitë e reja në Shqipëri, nuk ka kemi besimin. I konsiderojmë në rastin më të mirë njerëz që kanë frikë politikisht përballen me oligarkinë ekonomike, e në rastin më të keq bashkëpunëtor të tyre. Për ne është shumë e rëndësishme që çdo bashkëpunim të jetë i sinqert, të jetë i bazuar në vlerat përbashkëta, në nevojën për ta shpalosur të vërtetën kritike me gjithë forcën e vet, nevojën për të bërë një politikë të ndershme dhe pa kompromis me të keqen. Dhe ajo që kam vënë re është se në spektri politik shqiptar nuk ka asnjë parti që t'i afrohet Lëvizjes Bashkë në këto parime. Prandaj e kemi thënë haptazi. Dhe nuk kemi luajtur me këtë hipokrizinë që shtrim dorën ndërkohë që mbrapa kemi fikën, siç e bëjnë të tjerat. Kemi thënë që në fillim ne jemi të papajtueshëm me ju në frymë, në karakter, në ide, prandaj do ecim bashkë me qytetarët dhe besoj që do ta transformojmë vendin tonë kësaj. Do përmendim disa emra dhe do na i përshkruani me një fjalë ose dy. Edi Ramën. I rrezikshëm. Sali Berisha. Prapë të këtu i rrezikshëm. Tamam, të njëjtën gjë, i rrezikshëm. Ilir Meta. I rrezikshëm dhe qesharak. Ulzim Basha. Shumë më tepër qesharak se i rrezikshëm. Adriatik Lapaj. Sharlatan. Agron Shehaj. Sklavërnar. Endri Shabani. Për të qeshur. Tom Doshi. Njeri që duhet ishte në burg. Chomsky ka përshkruar sistemin ekonomiko-politik perëndimor si kapitalizëm për të varfrit dhe socializëm për të pasurit. A jeni pro perëndimor? Perëndimi ka shumë gjëra brenda dhe prandaj është i bukur. Perëndimi ka të gjitha ngjyrat, të gjitha rrymat, të gjitha ideologjitë. Ka një jetë të gjallë kulturore, kështu që në këtë sens unë jam pro perëndimor. Perëndimi nuk është një doktrinë vetme, por është një përplasje e madhe idesh, forcash politike. Edhe në këtë sens unë besoj që çdo ndërgjegje përparimtare në botë, në këtë kuptim që i dhash perëndimit, është perëndimore. Çfarë është familja për Lëvizjen Bashkë? Është një nga format kryesore të organizimit, të shoqërisë, edhe të solidaritetit, edhe të ndjenjave mes njerëzve. A ka një frymë patriotike brenda Lëvizjes Bashkë dhe si mund të kontribuoni në forcimin e bashkimit kombëtar me Kosovën?
po, Lëvizja Bashkë është një parti patriotike, mirë po është njëkohësisht dhe një parti që ka një dimension të solidaritetit ndërkombëtar. Ne jemi në radh parë me popullin ton, për të drejtat dhe interesat e popullit ton, kudo ku ai jeton, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në trojtë e tjera etnike shqiptare, por nga ana tjetër, ne jemi të gatshëm solidarizohemi me çdo popull që kërkon liri. Dhe besoj se e mira e një partie si Lëvizja Bashkë që këto dy dimensione nuk i sheh kundër njëra tjetrës, po i sheh të gërshetuara. Ne duhet jemi shqiptar të mirë me njëri tjetrin, po duhet jemi shqiptar të mirë edhe në marrëdhënie me të tjerët. Varoufakis ka thënë se kapitalizmi është një sistem që mban në brendësinë e tij farën e shkatërimit. A mund ta themi të njëjtin që edhe për rilindje? Por rilindja si çdo praktikë politike korruptuar e ka farën e shkatërimit brenda, sepse vetë fjala korrupsion vjen nga kalbje, po duam ta përkthejmë termi latinisht korrupsion do të thotë kalbje. Që thotë çdo parti e korruptuar është një parti që është e kalbur nga brenda. Sigurisht që nuk e dim sa kohë duhet që kalbja të shkojë tërësisht në dekompozim, mirë po asnjë parti e korruptuar nuk ja del të mbijetojë. Unë kam pas dhe vazhdoj të kem për zemër një mendimtar politik të fillimit modernitetit, Spinozën. Edhe ai thotë që demokracia është i vetmi sistem jetëgjatë, nga që duke pajtuar interesin e individit me interesin e shoqërisë, nuk lejon kalbjen e brendshme. Çdo sistem tjetër, thoj tirani e kështu me radhë, e ka farën e kalbjes brenda. Pra, kontradiktat e shpërbëjnë dal nga brenda. Unë këtë gjë mendoj për rilindjen, për Partinë Socialiste, për Partinë Demokratike, janë parti që i kanë humbur lidhjet organike me shoqërinë, janë parti që nuk kanë më solidaritet brendshëm për shumë kohësh, janë parti të përbërë nga njerëz që duan ta shqyejnë njëri tjetrin, po aq sa duan të shqyejnë rivalët e tyre politik, dhe kësaj janë të përkohshme, të jetë përkohshme. Nëse në 11 maj qytetarët vendosin t'ju votojnë dhe i merrni disa mandate deputetësh, asnjëra nga partitë e mëdha nuk i ka numrat për qeverinë. Ku do shkojë cila parti? Te asnjëra sepse ne jemi kundër çdo partie të korruptuar në Shqipëri dhe për vendimin ton, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, dhe sigurisht bishtat e tyre patjetër, janë parti me të cilat nuk do të bashkëpunojmë asnjëherë, do t'i luftojmë në parlament, do të jemi një opozitë e fortë në parlament, por unë besoj se në rast se nuk ka shumicë në parlamentin e ardhshëm, i pari, pasi tentoj të blej ndonjë deputet që mund të kenë ngelur aty në atë kuvend i gatshëm për të ushitur, në rast se nuk do arrit të blej dikën, kanë për të bashkëqeverisur. Fenomeni i blerjes së votës nuk është vetëm në Shqipëri, edhe në Itali blihet vota me 50 euro. Duke parë si ka shkuar situata në Shqipëri, keni shumë të vështirë të vini në pushtet pa patur në një oligark nga mbrapa që mbështet. Për shembull, a do mendoni që të merrni si mbështetës të fushatës tuaj një oligark si Gjergj Duca, i cili thotë unë jam më i madh se Arnald Gjori? Ne me oligarkët nuk na lidh asgjë. Jemi kundërta e tyre në karakter, në moral, në interesa politike. Dhe unë mendoj këtë tjetrin që e para një herë të fitosh në politik nuk është gjë e më rëndësishme. Gjë e më rëndësishme është të qëndrosh parimeve që ato të fitojnë, jo ti, po parimet e tua. Që do të thotë se nuk do bëjmë kur kompromis me të keqen për të avancuar personalisht në politikë. E dyta, unë kam besim që mënyra më efektive për të fituar është ajo që ti qëndron me besnikëri interesave shoqërore dhe aspiratave tua dhe të shoqërisë. Që unë kam shpresë se kjo rrugë që kemi nisur, që është rruga e së drejtës, ka për të na nxjerrë edhe fitimtar në fund procesit. Pse duhet ju votojnë qytetarët? Po them qytetarët se fshatarët si unë kemi frikë akoma se mos na merrni lopën na kooperativizoni fshatin apo. Po pse për qytetarët? Qytetar quhet gjithkush, kuptimin politik fjalës. Sepse qytetin, kuptimin e qytetit politik përfshin të gjithë shtetin, madje edhe në qytet-shtetet greke dikurshme, ky antari i Demosit ishte shumë të në rasteve fshatari i zonave përreth që vinte në qytet ditën e pazarit edhe diskutonte politikisht dhe në fund fare votonte. Unë besoj që qytetarët në këtë kuptim të gjerë të fjalës do duhet votojnë Lëvizjen Bashkë sepse është e vetmja parti e përbërë nga njerëz të ndershëm që ka bindje të forta politike, që nuk bën kompromis në kurrizë
të së mirës e të së drejtës, që kemi guximin politik për të shkuar çështjeve deri në fund dhe kemi njëkohësisht dhe ide sistematike për të ndryshuar për mirë shoqërinë tonë. Kemi punuar 1 vit e 3 muaj për një program 177 faqesh që tregon se sa seriozisht e marrim çështjen e përfaqësimit dhe për mendimin tonë të kërkosh votën e qytetarëve është një përgjegjësi e jashtëzakonshme. Duhet të jesh të jetë i përgatitur, funde krye, i ndershëm dhe i guximshëm për të hyrë një ndërmarrje të tillë. Besoj se i plotësojmë këto kritere dhe këto janë arsyet mjaftueshme që qytetarët na votbesojnë. Kam edhe një pyetje të fundit të cilën nuk e kisha shkruar, po më erdhi ndërmend teksa po e dëgjoja. Në lidhje me inteligjencën artificiale, çdo ditë më shumë është e pranishme në jetën tonë. Do vi një moment që shumë profesione do zvendësohen nga inteligjenca artificiale. Si një lëvizje që mbroni të drejtat e punëtorëve, si e shihni të ardhmen e punëtorëve në një kohë që teknologjia po e zvendëson edhe do ngelen pa punë? Tani, ky është një debat që ka nisur gati 150 vjet më parë. Pra, përparimi teknologjik a do nxjerr njerëz masivisht pa punë apo do krijoj profesione të reja pasi ka zhdukur profesionet e vjetra? Po edhe sikur të ndodh kjo që do zhduken vendet e punës pa u rikrijuar vende të tjera, unë besoj që një shoqëri demokratike që rregullon marrëdhëniet ekonomike në mënyrë të përshtatshme, do të gjejë vend që të gjithë punojnë më pak pa u paguar më pak. Pra, teknologjia, avancimi teknologjik duhet të jetë një lajm i mirë për të gjithë. Është si puna e traktorit. Në moment që hyn traktori në bujqësi, bujku duhet lodhet më pak objektivisht, jo të ngelet pa punë. Kështu që ne aspirojmë që nëpërmjet rregullimit demokratik të marrëdhënieve shoqërore, të kemi mundësi që të përfitojmë nga avancimi i teknologjisë dhe jo të mbesim të varfër pa punë. Faleminderit për intervistën. Ishte kënaqësi.